Ai nuk flet shumë, por veprat e tij flasin çdo ditë. Duart e tij janë të lodhura, por zemra e tij është gjithmonë e fortë për familjen. Ai ecën në shi, në vap, në borë, vetëm që në shtëpi të mos mungoj asgjë. Nuk kërkon falënderim, mjafton të shohë fëmijët e tij mirë dhe të buzëqeshur. Në Islam, babai është dera e mbështetjes, mësuesi i durimit dhe sakrificës. Ai që punon halal për familjen është në rrugën e Zotit, respektoje, vlerësoje, sepse shpesh heronjtë më të mëdhenj nuk mbajnë kapele, por lodhje në ballë.